Bukur të dashur miq, ne do të hymë në atë botën, si çdo të mërkur të shëndetit, të linjave dhe edhe pse mund të dobësohemi, sigurisht e mira është mos shëndoshim më shumë, por edhe pse dobësohemi, vim në ato linja që kërkojmë, na ndihmojnë specialistët e dobësimit, dietat, e ku di unë se çfarë, ndoshta edhe vetë tregojmë më të kujdesshëm ndaj ushqimit, përsëri celuliti mbetet aty. Kështu që do të vazhdojmë të flasim për celulitin, ndoshta për të sjellë fakte të reja, për të sjellë le të themi këshilla të reja, të cilat vijnë nga bota e specialistëve dobësimit dhe nga dietologët. Mirë se erdhe Anila. Mirë se u gjeta. Me ne në studio Anila Kallishi, siç do të mërkur, me kënaqësinë që na jep ajo për sa i përket këshillave dhe gjithçka të mirë që vjen nëpërmjet shkencës, sepse është shkencë, apo jo? Shumë femra në fakt janë të prekura tmerrsisht nga celuliti, qoftë kur janë nën peshë, qoftë kur janë mbi peshë, varet nga mënyra se si janë ushqyer, se si janë është një faktor gjenetik, faktori trashëgimtar ku një prind, kryesisht nëna, mund të jetë ajo që ja transmeton fëmijës këtë shfaqje të tmerrshme të celulitit. Në fakt çfarë është celuliti? Në fakt Nila, po të shikosh nënat tona në krahasim me këtë brezin që po rritet, nënat tona kanë qenë më të privilegjuara për sa i përket celulitit. Atëherë, është faktori gjenetik, është ushqimi, jeta sedentare që bëhet, mënyra e stili jetesës që ne bëjmë. Dhe personat që kanë vërtet nëna me trupa shumë të mirë dhe celuliti nuk është i pranishëm te këto nëna, është një problem tjetër. Është ndoshta një stili jetese të ndryshëm nga ajo çfarë ka bërë nëna e saj. Do thoya shumë shpesh shohim nëna të cilat vërtet kanë vrapuar për të vajtur në punë, kanë punuar në orë, pikërisht, ushqimi kuptohet, ka qenë i reduktuar, ka qenë jo me shumë yndyrë, jo me shumë kalori, dhe ato kalori çfarë ato merrnin i harxhonin, ndërsa tek vajzat ndodh ndryshe. Kujdes me mësimet, kujdes me ushqime që ato marrin, ushqime të shpejta, fast food-e, pije me gaz, ëmbëlsira, çokoladata pafund, brumra pafund, dhe këto janë arsye ndoshta që këto nëna fatkeqësisht i kanë ndoshta keq ushqyer këto goca që kanë këtë shfaqje të tmerrshme të celulitit. Mirë, a është vërtet që celuliti mund shfaqet edhe në moshë fare të re? Tek disa mund shfaqet në moshë fare të re, gati në adoleshencë, dhe tek disa të tjerë, le të themi disi më vonë. Çfarë ndodh? Sepse ne e kuptojmë tashmë me kalimin e viteve, duke marrë eksperiencën personale, po edhe të njerëzve, të shoqeve, të mikeshave, të afërmve që na rrethon, kuptojmë që tek disa apo edhe në plazh me sy të lirë, shikojmë që celuliti ekziston tek disa mosha më të reja dhe tek disa të tjerë disi në moshë më të avancuar, mbas të 30-tave. Kryesisht shfaqet fillon të shfaqet në moshën 14 vjeçare tek disa persona dhe është e vërtet kjo. Ndoshta fal çrregullimeve hormonale që ndodhin në ato momente, është kjo arsye që tek këta persona dhe mos kujdesin dhe ushqimit, kuptohet, pasi në moshën 14 vjeçare do thonim që metabolizmi është në majën e tij, pra është një metabolizëm hiperaktiv, por një person që është ushqyer me karbohidrate dhe yndyrna të tepërta e ka frenuar këtë metabolizëm dhe çohet në shfaqjen e celulitit në këtë moshë të vogël. Por me kalimin e viteve, metabolizmi i personave bie, gjithashtu muskujt, saqsia e muskujve në organizëm bie, tek femrat kryesisht, me kalimin e çrregullimeve të ndryshme hormonale, lindjet, më pas periudha para menopauzës, edhe në një moshë të diku rreth të 40-tave fillon të shfaqet tek persona që nuk kanë pasur ndoshta kurrë celulit. Kjo është mos e vërtet. Meshkujt diku janë më të favorizuar nga kjo gjë. Po, shumë të favorizuar. Vetëm në momentin kur fillojnë të marrin dhjam në bark, aty arrin të kuptosh që tek zona e barkut është akumuluar pak dhjam, ndërsa tek femrat kjo gjë ndihet tek kofshët, tek vithet, më pak tek barku. Janë tek krahët shumë, janë fatkeqësisht. Po arrin tek krahët është një tmerr pastaj. Do thoya kemi masë, si mund ta masim në fakt celulitin? Ka një masës celulore, celulitore? Po, absolutisht. Se themi masë muskulare, themi dhe masë të celulitit. Me sy të lirë, nuk mund të shohim celulitin solid, i cili është celuliti i fortë, që kryesisht tek persona që bëjnë një aktivitet fizik të theksuar, bëhet fjalë për balerinat kanë goxha celulit. Kanë. Ne i shikojmë gjithë zilimo janë i la. Se themi këto s'kanë celulit, se janë gjatë gjithë kohës në aktivitet, bëjnë ushtrime. Ndoshta do thoya balerinat para viteve 90 ishin vërtet elegante dhe vërtet për t'i pasur zili. Diku tani
nuk arrin të kuptosh. E shikon një rrugë, një balerinë dhe nuk arrin të kuptosh nëse është balerinë apo jo. Pasi janë pak më të rrumbullakosura. Gjithsesi nuk është e thënë, mund të ketë persona që janë 40 kg dhe kanë celulit, por mund të jenë persona megjithatë tek balerina shfaqet dukshëm, ndoshta nga regjimi i keq ushqimor që ato bëjnë, ose ndoshta edhe nga qëndrimi i gjatë, pasi celuliti mund të zhvillohet dhe nga mbajtja e takave, mund të zhvillohet nga mbajtja e getave të trasha, të shtrënguara e streçeve. Janë shumë faktorë. Qëndrimi ndonjëherë arrin të akumulohet në pjesën e mbrapsme të kofshës, pra janë mjaft faktorë të cilët shkaktojnë këtë celulit. Thash se celuliti i forti është ai celuliti i balerinave, ndërsa celuliti tjetër varet pastaj nga grada që mund të jetë. Është grada e parë, e dytë, e tretë, varet sa i dukshëm është. Sa më shumë të jetë e theksuar kjo, sepse çfarë ndodh? Indi lidhor i ngatruar me dhjamin krijon një mahisje të enëve të gjakut, pra kemi një qarkullim të keq të gjakut. Kemi thënë shumë shpesh që persona që kanë trup ginoid, kofshët e mbushura dhe vithet e mbushura janë të prirur që të kenë goxha celulit, pasi qarkullimi i gjakut nuk funksionon në rregull dhe qarkullimi i limfës po kështu është në momentin më të keq të saj, do thoya. Po fola pak për pjesën e moshës, që vjen një moshë caktuar dhe del më në pa. A është kjo si pasojë e keq ushqyerjes që kemi bërë gjatë viteve, kur mendonim që çfarë hanim si ishte problem për ne, sado që të hanin, çfarë do që të hanim nuk përbënte problem? Po ndoshta në atë periudhë më të re, metabolizmi ka qenë hiperaktiv dhe mosha, bëhet fjalë me sa kuptoj ti po i referohesh moshës diku moshës tonë. Është e vërtetë, por ne kemi pasur fatin të jetojmë në dy epoka, do thoya. Në epokën e gurit dhe atë të mishit ndoshta. Pra në atë të bollikut dhe në atë që ushqimi ishte reduktuar. Kuptohet të kishe mundësi të konsumoje 1 kilogram mish në javë gjithë familja, apo një pako gjalp të vogël gjithë familja në javë, 1 kilogram djathtë në javë, sasit e yndyrave të ngopura kanë qenë shumë të vogla. Dhe përveç asaj, kishte nevojë edhe më shumë. Në 20 vjeçare ti ke një hiperaktivitet në organizëm, ke një hipermetabolizëm, po kështu kemi qenë të detyruar të bënim aktivitet fizik, qoftë ecjet e shpeshta që kemi bërë për të vajtur në shkollë, të kushurinë, ashensore nuk ishte, pra në një farë mënyre ne ishim të prirur që të kishim. Po edhe lojrat që kemi bërë në fëmijëri, ndryshe nga lojrat që bëjnë fëmijët tanë, nuk kanë më lojra në natyrë. Pikërisht, pra aktiviteti fizik ishte goxha i madh në atë kohë. Dhe është shumë e rëndësishme që deri në moshën 20 vjeçare të jesh, kemi qenë me fat, ndoshta që të ishim aktiv dhe të kishim atë mënyrë, atë regjim ushqimor të reduktuar. Sepse aty merren bazat e para ndoshta të thoja. Ndërsa me kalimin e kësaj fazës tjetër të fazës së bollikut ndoshta, një pjesë e mirë arritën të gabonin, arritën të lëshoheshin si të pabëzitur ndoshta, drejt ushqimeve, pak ditur dhe pak kontrolluar ndoshta. Nuk është kaq e thjeshtë të frenosh veten kur shikon ushqimet të shijshme. Është vërtet, ushqimi është një dashuri më vete, do thoja. Dhe ajo çfarë e bën më tepër të rejse është që vetë prodhuesit përpiqen të shpikin gjëra sa më interesante. Po të shikosh të gjithë ushqimet e këndshme kanë ngjyra të forta, ngjyra që feksin, që tërheqin, që e bëjnë personin të jetë më i tërhequr gjatë drejt këtyre ushqimeve. Po kështu hormonet bëjnë punën e tyre, na nxjerrin produktin. Të vjen të thuash që më ka marrë malli ndoshta të shikoj një krim në një nga frutat apo perimet që ne konsumojmë, pasi ai është më okej, nuk ka kimikate, po. Ne në fakt kemi pasur një bisedë shumë ekspresive që parë edhe me koleget për sa i përket edhe ushqimeve bio, të cilat janë pothuajse në zhdukje fare. Janë në zhdukje fare. Ne kemi diskutuar dhe kemi marrë vazhdimisht në konsiderat ndoshta ushqimet të detajuar. Dikon kjo një lajë edhe pse jo tek celuliti? Absolutisht po. Absolutisht po. Hormonet në cilat rriten frutat, zërzavat, frenon metabolizmin, rrit hormonet në organizëm. Nuk e di nëse e kam cituar këtu rastin e një vajze 6 vjeçare në Hollandë, e cila mamaja e saj kishte ushqyer vetëm me pula, me mish pule, me gjoks pule, të marrë në supermarket, dhe në moshën 6 vjeçare gocës i ndodh një çrregullim hormonal në organizëm, shfaqet me menstruacion në një moshë shumë të vogël,
Mamaja e saj e shqetësuar me shumë të drejtë, kërkon të bëj shumë analiza dhe vizita për vajzën, duke parë çfarë ka ndodhur në organizmin e saj, pasi ishte një fëmijë jo shumë i zhvilluar, por që diçka kishte ndodhur në organizmin e saj. Nga analiza doli që goca nga konsumimi i tepërt i pulave kishte shumë estrogen në organizëm. Hormoni i estrogenit, që shfaqet kryesisht në periudhën e pubertetit, apo në periudhën deri në 30 vjeçare është në kulmin tek një femër, goca e kishte që në moshën 6 vjeçare këtë hormon të estrogenit. Dhe u zbulua që goca ishte ushqyer me këta gjokse pule, ku pulat ishin rritur në pulari me, domethënë nga zogj të vegjël, injektoheshin hormoni estrogenit për të rritur shpejt dhe për të dalë në treg shumë shpejt. Kjo gjë shkakton edhe tek vajza një rritje të menjëhershme të hormoneve. Trupi ynë është i programuar për të ushqyer dhe ajo çfarë ti ushqehesh do pasqyrohet patjetër në organizmin tënd. Dhe vajza fatkeqësisht kishte pasur këtë fat ndoshta që të merrte një tepric hormonesh të estrogenit që në moshë shumë të vogël, në një moshë që nuk mund të mendohet, domethënë që. Pra, ne jemi të prirur për të marrë ushqime ekstremisht të gabuara, ndoshta jo për fajin tonë absolutisht, sepse edhe unë që flas në këtë momente kur marr një ushqim nuk e di nëse është vërtet i saktë sa nuk është kaq e thjesht tani për ti shkon të blesh bukën dhe në bukë ke 80% mijë sintetik. Po. Që ti nuk arrin ta kuptosh, thjesht ti beson se ajo bukë mund të jetë buka më e mirë që ti ke përzgjedhur. Gjithsesi, flasim për sa i përket celulitit edhe tek për gratë shtatzan. A është vërtet që edhe shtatzania ndikon në shtimin e celulitit apo në shfaqjen e celulitit? I thash dhe më përpara, janë çrregullimet hormonale, janë shumë të rëndësishme në trupin e një femre, pra ndodh shumë shpesh që në këtë periudhë, në periudhën e shtatzanisë, kur trupi është i prirur për të marrë ca kilograme më tepër, gjithashtu edhe mënyrat e ushqyerit, shumë shpesh gratë shtatzëna gabojnë me idenë që po ushqen 2 persona dhe rrisin pa dashur vlerat e kalorive apo ushqimet, duke pasur idenë që duhet të rrisim një fëmijë të shëndetshëm, dhe shumë shpesh kemi vënë re që një nën për të bërë një fëmijë 2 kg ndoshta shton 40-45 kg, që nuk është absolutisht e rregull dhe normale. Dhe në këtë periudhë ndodh që mund të shfaqet celuliti. Në fakt shumë e rëndësishme është që për të shmangur celulitin është të zgjedhim produkte që janë vërtet të mrekullueshme. Do thoja, ananasi është një produkt i shkëlqyer për të luftuar celulitin, pasi përmban bromelinën. Bromelina është një ndihmës shumë i mirë kundër celulitit. Gjithashtu kivi, perimet jeshile janë të mrekullueshme, pasi përmbajnë vitaminën C dhe oksigjenojnë. Tham kemi probleme mjaft në organizëm me qarkullimin e gjakut dhe qarkullimin e limfës në momentet kur shfaqet celuliti, dhe produktet perimet jeshile janë të mrekullueshme pasi përmbajnë mjaft vitaminë C dhe vitamina C oksigjenon qelizat këto kapilarët e gjakut, ndaj do ishte shumë e mirë që të përdoreshin këto produkte. Gjithashtu produkte tjera që përmbajnë vitaminën C dim, tashmë agrume, kivi, luleshtrydhet janë të mrekullueshme. Persona që vuajnë nga celuliti duhet jenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e brumrave. Nuk duhet të konsumojnë shumë brumra, shumë ëmbëlsira, çokolladat apo kekrat apo patatinat janë të tmerrshme, dhe fast foodet janë produkte të cilat na ndihmojnë e përkeqësojnë shumë të fazën e celulitit. Po kështu pijet me gaz dhe pijet alkolike, po kështu. Kemi parë dhe që duhani është një ndër shkaktarët e shfaqjes së celulitit. Persona që pin duhan, gjithashtu e shoqërojnë dhe me alkool, konsum alkooli, janë të predispozuar, edhe pse mund të jenë 50 kg, ato janë të prirur për të pasur shfaqje të dukshme të celulitit. Nila, edhe diçka të fundit. Tani, unë e kuptoj këtë dëshirën e industrisë të kozmetikës dhe të estetikës, patjetër, sepse edhe ato duhet mbijetojnë dhe sigurisht edhe ato ndikojnë në përmirësimin e imazhit. Është e vërtetë që celuliti në një farë mënyre, unë e kuptoj, nuk mund të zhduket, e kemi thënë. Deri më tash nuk ka dalë ndonjë produkt apo ndonjë makineri që e zhduk, po a e redukton në një farë formë një masazh anticelulit, duke u kujdesur, pse jo edhe me mënyrën se si do ushqehem. Masazhi anticelulit dhe masazhi limfodrenues në fakt janë shumë të mirë, ndihmojnë në përmirësimin dhe zhdukjen dhe zbejen ndoshta të celulitit, por siç e thash më përpara, është shumë e rëndësishme ushqimi. Mënyra se si ne ushqemi është shumë e rëndësishme për të parë nëse funksionon kjo gjë apo jo. Por dhe masazhet anticelulit dhe masazhet
limfodrenuse janë shumë mira, pasi bëjnë përmirësimin e qarkullimit të gjakut, dhe nëse bëjmë të përmirësim, themi që kemi hapur rrugën ndoshta për të kaluar gjaku, për të kaluar limfa, pra do kishim një reduktim goxha të theksuar. Por në luftën ndaj celulitit duhet të jenë shumë faktorë. Heqja e takave të larta, heqja e getave të trasha ose streçeve, mos qëndrimi për një kohë të gjatë ndonjë, pra bërja e një aktiviteti fizik, mënyra se si në ushqemi është shumë e rëndësishme, duke përdorur perime sa më shumë, fruta, por edhe tek fruta duhet jemi të kujdesshëm, jo më tepër se 3 kokra në ditë, dhe konsumimi i ujit është i mrekullueshëm përsëri dhe ai, pasi bën ndoshta zhbllokimin e këtyre enëve të gjakut, të cilat janë nga sasia e indit lidhor dhe të dhjamit janë bllokuar dhe nuk kanë mundësi për të lëvizur. Nila, të falenderoj. I falenderoj. Që ishe sot me ne në studio, ne jemi në pritje të librit tënd, Po. Mirë, do të cillim, do të vi për të gjithë ata që duan të jenë në formë një libër i ri, cili do të jetë patjetër nga Nila Kalleshi dhe me shumë surpriza, me shumë befasi të cilat do t'ju ndihmojnë juve të dashur miq për një mirëqenie të organizmit tuaj. Do të flasim patjetër për librin. Shpresoj javën tjetër. Mirë, patjetër, me kënaqësi. Ne të dashur miq ndajemi këtu për momentin, sepse do cillim në vëmendjen tuaj promovimin e librit të ri të Fatos Tarifës, i cili ka të bëjë pikërisht me gjeopolitikën. E ndjekim këtë material dhe vazhdojmë përsëri me Vetëm Kafe. Në një ambient të mbushur me personalitete dhe figura të letrave shqipe, autori, shkrimtari dhe diplomati Fatos Tarifa ka promovuar veprën e tij me titull Një botë e mbartur për shekullin 21, metodika e modernitetit pluralizues dhe pamundësia e projektit evropian. Janë konceptuar si fillimisht një vëllim i vetëm, por pastaj, meqense tematika e tyre është e ngjashme për mbajtje, por edhe e veçantë për nga objekti konkreti ulumtimit, të botoheshin në, ndoshta të keni rast të shikoni në 3 vëllime të vegjël. Unë kam botuar edhe libra të mëdhenj, 700 e kusur faqe, shumë të rëndë, por vura re që ndonjëherë formati ndikon shumë nëse libri lexohet ose jo. Dhe edhe pse këta nuk janë libra më të mirë, kam vënë re që lexohen më shpesh se mund t'i fusin në xhep kushdo. Është një vepër studimore që ka të bëjë me gjeopolitikën e parë në rrafshin global. Pra, ngjarjet vërtiten rreth botës nga ato të 11 shtatorit e deri tek ngjarjet e botës arabe dhe Ukrainës në ditët e sotme. Libri ndjek një logjik mjaft interesante nga disa trajtime teorike, duke kaluar në shumë shembuj të cilat i kemi jetuar së fundmi. E vërteta dhe vërtetësia janë librat e Fatos Tarifës. Punë e vështirë. Jo vetëm për mua që nuk jam marrë as me politikë, as me politologji, por edhe në përgjithësi për çfarë do log lezuesish. Por para se të them atë që mendoj, përsëri po lejohem të kujtoj një nga qesëndisjet e zhargonit të diplomacisë që thotë: diplomatët janë sa burrat ndershëm që gënjejnë për arsye të detyrës. Dhe kur një diplomat thotë po, kjo do të thotë ndoshta. Kur ai thotë ndoshta, duhet marrë si jo, kurse nëse ai thotë jo, ai nuk është diplomat. E vjetruar kjo thënie ndoshta. Por edhe në këtë pikë, sipas mendimit tim, nga librat që kemi në dorë, po edhe nga të tjerë të shkruar më parë, del se Fatos Tarifa është një diplomat që nuk mbetet në kornizat klasike të aforizmave të mësipërve. Ai ka formimin e përvojën e diplomacisë amerikane, e cila është dukshëm më hapët, më e qartë se sa diplomacia tradicionale evropiane. Kam nënvizuar enkas në librat që kemi në dorë, faqe të tëra ku ai thotë po, kur është për të pohuar, sikundër nuk e rrudh gojën as pak për të thënë jo, kur joja është e domosdoshme. Në punën e vëzhguese, krijuese, krahasimtare, sepse është një punë e madhe krahasimtare, dhe ky është edhe nga kyçet e suksesit dhe të mendimit të Fatos Tarifës, bëhen nga një sociolog i cili bën veprën e vet jetës. Është një proces që bën veprën e vet jetës. Duket që është në atë moment ku për Fatos Tarifën përvoja e shumanshme, erudicioni, ndjekja me shumë pasion dhe rigorozitet, me akribi e ngjarjeve ndërkombëtare, por në mënyrë të veçantë mendimit politik më shumë se ngjarjeve ndërkombëtare. Mendimit politik mbi ngjarjet ndërkombëtare është e tillë që Tarifa kompleton jo vetëm veprën e vet, por përgjithsisht profilin e tij në mënyrë përfundimtare. Në librin Një botë e mbartur për shekullin 21, autori Fatos Tarifa ka mundur të hedhë disa ide për ngjarjet më të fundit globale. Ndoshta ky është vëllimi i fundit që unë shkruaj mbi një problematikë që ka të bëjë me gjeopolitikën.
sepse them disa nga studentë e mi doktorant, 3-4 janë këtu në sallë, do t'jenë ata që do vazhdojnë këtë punë më pas. Dhe unë do të merrem me tjera gjëra, me projekte që i ndroj prekosh. Por me sa duket prap do i rikthehem këtyre temave sepse nuk të lë Rusia. Diçka do ndodhi. Edhe Obama do të jetë për shumë gjatë. Diçka do të ndodhi përsëri. Do të thonë, geopolitika është një moving target. Lëviz. Mirë, një libër me mjaft vlerë.